E shpesh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u shpyt për veprat që më shpejt fusin xhenet. Sahabët nuk e kanë pas gale çish na çish vesna. Çfarë pemë ka hëngur Ademi, siklet i madh. Çfarë kuaj ka pas Sulejmani kur i ka prej, siklet i madh i njerëzve. Apo e thirë hoxhën 3 natës, hoxha do të çtoj pat na kena çtuni muhabet. Që tu kam çajtore tonet, thash vetëm, a moll ka hënga, çka ka hënga Ademi? Valla po 3 ora me valla. 3 ora. E vet në 3 natës, hoxhën çka? Se çtu sunet e dana këtë mesele. Rreve valla ato mesele vet diçka më të mirë. Nëse ki diçka sikletshme, çish me inxhenat po. Ka dek dëni rasa po, o smut dikush, s'ka problem. Ama në 2 natës, 3 natës e thirr, edhe ti kur thu, a qetri thirr, hoxha veç deshta me tenizanin. 3 natës me valla. 3 natës nuk thirret me tenizanin. Thirrën 12 nja apo e kështu me radhë. Andaj shiko, sahabët nuk kanë pyetje. Andaj thot Enes ibn Malik, sa shumë kish mi qef dvenin një njeri meqëm, se na e kena pas dalume me pyet. Allahu ka zbita jetë, mos vetni, mos e ngushtoni për mësa me pyetje. Sahabët s'kan vetë shumë pyetje. Da e rallë dhe njarë, qysh me inxhenat ja Rasulullah? Ka thonë, shpesh kena pas qef, se nomadët, nesër e kemi me nomad me lejnë Allahu të bare kjo të me ata arab të shkretinës. Thot kish mi qef dvenin në njani me vetë, sa ta vetë shumë. Ama të vetë e ta mandi qka. Dhe ka arë njeri ka thonë, ja Rasulullah ka ne kam babë. Filanin e ki babë. O këri, pytje, qka ba më dobi unëve? Qka ka më në dobi si ti ke vetë, pejga mësëm, qfar ka ne ki babë? Tamam. Andaj, thot, nga Ebi Ejub el-Ensariju, thot një njeri ka pyt pejgamberin s.a.s. Ja Rasulullah, cila vepër më bën banor xhenetit, më fut në xhenet. I ka thonë, ato njerëz kanë thonë, malehu, pse be vetë ki kështu? Pse e ngushton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Pra punoni mos vetë tash ai ka kallzuki, cilat janë veprat. Atëri ka thonë pejgamberi alaihi wasallam, arabun malehu. Pra lej se mirë ka vetë. Mos ju sa mirë ka vetë, i ka thonë pejgamberi alaihi wasallam. Pastaj ka thonë, ta adhurosh Allahun pa i bosh shirk atij. Kjo është vepra e parë që është në xhenet. Ta adhurosh Allahun pa i shoqëruar ortak, pa ja bë doni put as zemër as jashtë. Pastaj ka thënë wa tuqimus salat, ta falësh namazin, wa tu'ti az-zakat, dhe ta japësh zakatin, wa tasilur rahim, dhe ti mash lidhjet farefistore. Çka fut xhenet. Vëzë thotë Sheikhul Islam Taymija, që kjo është nga bazat e fejes Allahu xhelalu ki hadithi. Që kjo hadith është nga bazat e haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mos i bash Allahut shok. Ta falësh namazin, ta japësh zakatin, ti mbash lidhjet farefistore. Këtë feja që të sillet. Allahu, namazi, zakati, familja. Allahu se o Zot i botrave, namazi lidhja me Zotin, zakati social, apo socializmi, komunizmi, demokracia, këto laicitetet këtë janë të munu, ka zakati musil. Me mor pare, me dhon pare. S'ka diçka tjetër aty. E Allahu që e ka po zakatin. Edhe këtë kjo shka synon me majtë familje. A del diçka qësar? A del diçka pi familjes? A del diçka pi shoqërisë? A del diçka pi lidhjes me Zotin? Jo. Këto ka thonë, janë veprat sët fusin në xhenem, në xhenet, edhe truin nga xhenemi Allahut te bareke ve teala. Ndërsa kur e ka pyet Muadhi ibn Jabeli, ja ka dhënë një jawab tjetër. Ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një jawab përgjigje tjetër. Thot Muadhi ibn Jabeli, ishmi me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thot edhe e pyeta pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, çka mban me hyn xhenet edhe me mrujt prej ngjarrit. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, laqad sa'altani an adhim. Më ke vetë diçka shumë të madhe. Pse si ka thonë shtit pari shumë të madhe? Ka thonë dietarët se dikujt më thon shumë e madhe se kupton. E Muadhi ibn Jabeli kon alim, që e kupton, që ta transmetohet te njerëz të tjerë se kjo punë e madhe. Ka thonë ke vetë pyetje të madhe. Andaj thot Ibn Hajar al-Asqalani, shpesh muftia, hoxha, kur të vëse dikush pyetje, para se më ia dhon xhevabin, njëri ka thosë se kjo punë e madhe. Se ka shpesh njëri ka vet, ajo do vet për punë të madhe, ama sikur tu pi çaj. Jo sikur diçka për vet të lehtë, apo për shembull vet për namazin. Apo ama tonacioni, o demek, ama hini ju në xhenet pa namaz, hini ja. Çfarë kjo punë kjo? Valla këta. Po namazi do vet, valla. Apo vet për zeqat, çysha shpejt e shpejt, s'ka shpejt e shpejt. Ka dalë. Andaj janë te Imam Maliku dhe i tha o hoxh, e kam një pyetje të lehtë. Tha s'ka të na të lehta. Po tha të lehtë, me tha jam të vet për misfakin. Po tha s'ka të lehta të na. Tha çish s'ka të lehta. Po tha xhevabi ai ran.
Misfaki i let. Ama gjevabi për misfakin e Iran, qish me të kalzohun e pa dije? Pra, për me të përgjigj, aran. Andaj kur e vetën Imam Ahmedin, cilën meselet ka ranu gjatë studimit tanë që kemë su për fe, shiko, qash me vetët i një hoqë, kanë dush, kanë e ki hoqë nga të zemrës. Vetët thuj, cilët meselet ka ranu mas shumë ti? Zakonisht njëri thot, dëni namaz, zeqat, lufta, jo. Ahmedi tha, më ka lodhë meselja e grave të zakoneve. 9 vjetë menzi se e ku mësue. Zakoneve, shka ju vinë grave. Lehonia, mujorët, cikli. Ka thonë, pse o hoqë? 9 vjetë e ku mësu. 9 vjetë, dhe zërë e ka mësu ciklin e grave. Në një thotë, po cikl grave? E ngoj e shka tha Imam Ahmedi. Dhe po ajo tha, kur e ka ciklin, du të me la namazin edhe agjerimin. Pasaj me kompenzu. Kura lehon, me lën namazin, pastaj me kompenzu. Shka kompenzon, e shka s'kompenzon. E shpesh ju çrregullohet atë. E ka zakonin, ju vjen jashtë zakonit. E tash ai thot, o hoxh, a mu fal, a mos mu fal? Mi thon mu fal, nëse është e papastër, çu i thu papastër mu fal. Mirë, nëse ajo pastru, çu i thu mos u fal, tu kanë pastër. Nga se nuk lejohet me menstruacionin mu fal. Po nuk lejohet kur si ki menstruacionit mos mu fal. Po qish mi thonë, a hena dil? Tha më kalodhë që kjo mesele 9 vjetë e ku mësue. Njoni thotë, abe që kjo punë e leta. Po hajte dhe jepe fetfaje. Jepe fetfaje. Sabre, andaj, pejgamberi se selën dhe shka i tha Muadhit, kur i tha, ja Rasulullah, po du me i në gjenet, ka dhëmë cila vepër, edhe të mruje pizjarit. Tha, ke vetë punë të madhe. Tha, kjo është e letë, veç kusht Allah t'ja ban të letë. Allah t'na e ban të letë, vepër dhe gjenetit, ja Rabbel Alemin. Ka thonë, kjo është e letë, veç Allah ku t'ja letëson. Ka thonë, e adhuron Allahun pa i ba shirk. Një, që kjo vepra që fut në gjenet. Pas e ka thonë, e fal namazin, e jeb zeqatin, e agjeron Ramazanin, edhe e ban haqin. Shtilat e islamit. I është përgjigj Muadh ibn Gjebelit. Pasaj i ka thonë pejgamberi s.a.s. I ka thonë, o Muadh, atë kalzoj për dyrë të khajrit, me të të letësu. Atë të letësoj. Ka thonë, e somu gjunne, agjërimi është prazmore. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, s'ka si agjërimi në përmbledhjen e veprave të mira. Jo veç agjërimin vetveti. Për shembull, se për mëson çai ka thonë, atë kallzoj të ta lehtësoj. Rana kjo punë, veç Allah i ku ja lehtëson. Ka thonë, maju agjërimit, se kjo është prazmore. E tash na e përmendëm, përsërisim. Allah thot, ja ku mba farz agjërimin me ja u lehtësu dyrët e xhenetit. E çish me na lehtësua? Po shikoti, sa vepra ti ban në gjërim. Vallaj, si të vene bajrami, me të lidh, me litarzven. Hajde me falë taravi? Ja, hoxha, u krya ja, shkoj Ramazani tjetër. E pse? Se tash i agjerushëm. Tu kanë tha kanalet e epsheve, tu kanë tha kanalet e dëshirave. Edhe ki dëshirë mu falë, ki dëshirë me përmenë Allahun, dvjen ideja për me, bo veprat mira, apo? Kur t'ja nis mi bashke, me hangër që s'duhet, e me pisa s'duhet, e pastaj çka menojna? Gjumin, epshet, televizonin, Allah na përmisov të gjithëve ja Rabbel Alemin. Çka i tha pe nësam? Ma ju agjërimit, këtë të mledh. Apo, pastaj tha, sadakaja e shuan idhrimin, e shuan gabimin. Sikur që e shuan uji zjarin, jep sadaka shumë. Sadakaja e shuan hidhrimin Allahu Gjellu Ala. Kur t'jep sadaka, Allahu Gjellu Ala do sadakaja shumë. Pasaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe namazi njeriut në errësirën e natës. Kjo t'nimon shumë. Krap lezër faktikisht na se përdorna, veç Ramazan. O është mirë edhe njëherë natën muçue, mi fal veç 2 recate. Domethën mi fal shumë. 2 recate. Me pa që Allahu Gjellu ti po do më urujt pi xhenemit. A ki pa vakt ti kur ki zor? Ta kupton as ka namazin natës. A ki pa kur ki zor, ki smuja diçka, ki hall të madh. Nuk thu çish me thirrbe kët mikin se von. Zor ki Allah. E thirr mjekun 3 sabah. O valla kam zor me Allah. E thirr dikan që ki zor, po a ka mundësi me makri zorin. E ai kur ta thish në 3 natës, e kupton çka kupton? Vallahi zor paska. E kur ti çohesh natën, e thu ja Rab, falem. Do të shiki paska zor. Ne të pështoje. Shiko, ama ja dhe pështoje. A ki pa disa, falem o Zot, si dush me më fal. Po nuk të fal ashtoj. Andaj tha, përmbaju namazit të natës. Pastaj i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
Tha, o Muadh, atë kallëzoj për kokën e kretë çështjes. Ku mahet këtë çështja dhe shtylla e saj dhe lartësia e saj. Tha, po ja Rasulullah, gjithsesi kallëzon. Tha pejgamberi alayhis salam, koka e kësaj çështje është Islami. Kena ardhur dunja për Islam. Shtylla e kësaj feje namazi. Koka o Islami, shtylla o namazi. Ka thonë, dhe maja e kësaj feje o lufta rrugt Allahu xhelalu. Nuk lufton në rrugt Allahu xhelalu, po sa i cili mrin majën e Islamit. Pastaj ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, a do me të kallëzu o Muadh, qish mirujt këtë veprat. Që është kallëzova qish me punu, ama ti ka mundësi e ki atë kazanin, enën e grist, gjun vepra, shkojnë poshtë ato. Tha, a do me të kallëzu bimileki dhe like kulli, qish mirujt. Se ti mund është me ba, është nga kena gjëruë. E qish me rujt agjërimin, qish me rujt namazin, qish me rujt taravijën. Tha, a do me të kallëzu në qëto vepra që i ban, qish ruën. Tha, gjithësësi ja Rasulullah, ja Nebi Allah, o pejgamberi Allah. Shikon dhe zërë, ja ka kap gjuhën. E ka nxjerr gjuhën e Muadhit, ja ka kap. Ka thonë, kuffe alejke hadha, ruje që ta. Shikon dhe zërë, këtë veprat, Islam, namaz, agjërim, luft, sadaka, a do mirujt? A kush do mirujt, o dhe zërë? Cëlli për neve thot, lejbe parë që ati ku të munësh. Jo, vë, thot, ka dale ki, ishti në bank, e i thot, a e shkrujt e mirë. Apo, ishti atje 100 arka, e me qelsa. Apo, e ja jep një njëri qelsin e tjetëri. Apo, a kini po njës që shimojnë parë dhe zërë? A tjetëri veç e ma dorën këtu, mos t'i hupe. Kini po plot njërës e kanë vezvese, e ma dorën të zemra. E këshirë, mira puna. A ti ka, në regull është, parë t'i ki, apo. A ke këshirë të njerë, e ju fala be vla. Mos shkojve huq kjo punë. Pejgamberi s.a.s. ka ardhur transmetime se disa njerëzve ja u merr veprat e mira, ja u bën si leçka, pa çavër, edhe ja gjun ftir. Do s'u duhet kjo mua. Na e dim çka ka ato vepra. Apo, tha, do mirujt veprat? Shiko, njëri falet, agjeron, lutet, ban luft, a me i hub veprat. Tha, ja mur gjuhën. Tha, ruje këtë. Mos fol çka s'duhet se ti merr Allahu veprat. Pastaj i tha, o pejgamberi Allahut, a edhe për gjuhën mirë me llogaria? A edhe për gjuhën mirë me llogaria? I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thakilet ke ummuk, i hum shnanës. Arabët e kanë bërë kështu. Inshallah nanat hub, s'n gjen. Kjo është për përkthjelje, jo për çortim. Ka thonë, o Muadh, çoki vet. Alim. O Muadh, ka thonë, po njerëzit me ftyrat e veta, qish gjuhën zarm? Dhe kjo vëzër, prej argumenteve se nxjarr njëri gjuhët me ftyrë. Kështu mirët. Me kam edhe shlohën nxjarr. Allahu na ruaj gjallë xhenemit ya Rabbul Alamin. Kjo është për çmim, për bërbuzi. Apo sa ai ballin se ka dhënë Allahu xhelalu ala, e tash Allahu çat ball ja merr edhe e poshtërson. Ka thënë o Muadh, po njerëzit nxjarr me ftyra, çish gjuhën? Çish hin nxjarr? Pos nga të korrurat e gjuhëve të tëre. Kjo është hadith i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj shikosh që i tha Muadhit, që kjo është mos mi bëj Allahu shirk, me fal namazin, me dhënë zakatin, me xhur Ramazanin, edhe me bëj hax. Pastaj ka thënë çish muni mu, pastaj ka thënë për shtyllat, për bazën, për lartësinë, pastaj më e rëndësishme që neve na duhet shpejt vëzë. Wallahi sa namazi mund të na shku hoç, për një gjumë që s'e ke majt, për një status që e ke shkruar në Facebook, apo suneta pa e shajt hoxha. Suneta pa e shajta, o hin xhenem. Hin xhenem se ka gale kur kush për ti, apo shikoj se sa njerëz i kanë dek. A ki gale për ata? Baba i ka dek njëri, ka harruar. Axha i ka dek, ka harruar. Nana i ka dek, ka harruar. Wallahi na gjun Allahu në xhenem, Zoti na rujt. Ku kena me kajt? Ku i kena mi thon? Mi thon Allahut me na nxjerr. Apo andaj tha, ruje ket. Mbaje gjuhën e Muadhi u çudit. Kjo ka qenë për xhevaut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.